S'është rastësi kjo video. Kjo video ka shumë gjëra për të treguar dhe shumë gjëra për të menduar. Aktualisht dua të falenderoj për energjinë që më falet në këtë parashikim. Okej. Shikoj që kemi dinamika shumë të forta dhe letra e parë se dua që të kemi sa më shumë vend për të dëgjuar. Letra e parë është letër 9 monedat që të tregon pavarësinë tuaj. Kjo letër më tregon që ti vetë mjaftohesh këtë moment me stabilitetin që ke në jetën tënde. Je shumë e kënaqur për hapësirën, për gjërat që ke ditën e sotme që flasim dhe tregon se ti je një femër ose një mashkull që ke zënë një pozicion solid pas një telefonate ose një mesazhi ditën e sotme. Kjo tregon se ti je në një pozicion të plotësuar dhe nuk ke nevojë për askënd që të ndihesh mirë. Kjo është një dinamik shumë e fortë dhe më tregon që 9 monedat këtë moment, sepse kjo është që lidhet me stabilitetin tënd. 9 monedat nuk të shkund, papritur, sepse është në një lëvizje të shpejtë me 8-ën e shkopive dhe kjo kalor si shpatës më tregon që keni një komunikim të shpejt, një lajm shumë mirë, shumë pozitiv që hyn vryllshëm në jetën tuaj, në botën tuaj. Gjithashtu do të thoshe që kalorësi i shpatës është një person që nxiton shumë me vendimet që merr, me fjalët që nxjerr nga goja. Ky e ka një kalë të bardhë, do të thotë që zemra e tij është shumë e bardhë dhe kjo sjell një energji shumë të pozitive, por nga ana tjetër shikoj që ky person është një person që sjell shumë nxitim në mendjen e tij, por ka dhe shumë vonesa në ana tjetër. Dikush dëshiron të flasë dhe të sqarojë gjëra të trotshme sa shikojmë tu dhe o tani o s'ka, por nga ana tjetër shikoj që vendimet ai person i merr duke u rrotulluar në mendjen e tij vazhdimisht. Vendimet i dashur ose e dashur merren shpejt dhe pa menduar gjatë. Pse? Sepse 8-a e shkopinjve tregon shpejtësinë, tregon që je rreth fuqisë. Rrotullohesh vetes tënde këtu. Këtu po rrotullohesh drejt vetes tënde dhe këtu mendon që ka një shpejtësi, është një pasërti, është një kombinim dhe konfirmon që kjo e diel do sjell një dinamik shumë të madhe dhe një lëvizje telefoni ose shkëmbime mesazhesh ose tekstesh, si mund ta themi, që do ndodhë pa e pritur juve. Dhe letra e botës më tregon që një fund që duhet mbyllet. Është një rreth që po mbyllet. Një situatë që duhet sqaruar dhe duhet plotësuar ajo që ka qenë pezull për një kohë të gjatë. Ai person do tentojë të gjejë në fund suksesin që ka menduar, sepse aty është çlirimi i dy personave. Në paqe, jeni të dy në një paqe të brendshme. Si do shkoj kjo e diel? Një kombinim shumë i bukur që tregon ku kjo e diel për ju do lëviz shumë shpejt, gjërat janë duke lëvizur më shpejt nga që ke pritur dhe kjo tregon që do zhvillohet një sqarim. Për shumicën nga ju do bëhet një sqarim. Veprime konkrete dhe mesazhe konkrete janë të direkte, sepse më doli 8-a e monedhës. Gjithashtu do të thoshe që keni nevojë të jeni të pavarura, jo të jeni, sepse këtu shikoj që duhet të përballeni me njëri tjetrin, dhe ky kapitull të mbyllet ashtu siç duhet, sepse është mënyra më e drejtë për të dy palët, si për ty dhe për atë person. Prandaj kjo e diel do të thoshe që ka dinamikat e veta dhe me sa shikoj kjo është një letër që të riqet në një paqe nga ju, sepse kemi letrën e botës që tregon paqen. Ti ke zhvilluar për ditë me radhë, por aktualisht sot je të rrequr në mendimet e tua, nuk e di çfarë ke menduar me veten tënde dhe këtu ke filluar të reagosh. Prandaj duaj që çdo gjë që ta bësh, çdo mendim që të kesh, ti jesh në paqe me veten tënde. Lëre të personin të dëgjojë dhe ta dëgjosh deri në fund, mos e ndërprisni njëri tjetrin, për arsye që të kuptoni çfarë ka qenë, ai keq kuptimi në jetën tuaj, që të vijë ajo stabiliteti që keni kërkuar me këtë njeri. Gjithsesi, unë do të edhe 2 letra të tjera për të parë personin në fjalë
A ka reflektuar ai person? A ka reflektuar ai person pas mesazheve që keni shkëmbyer apo pas mendimeve të lëna pezu? Dhe me sa shikoj që të dy keni pasur faj, normalisht. Pyetja tjetër ishte a ka reflektuar ai person, më dolën pesa e shkopinjve, më falni, se jam pak pesa e shkopinjve dhe 6 e monedhës. Pesa e shkopinjve është letra që ka përpjekje nga ai person, sepse unë edhe a ka reflektuar ai person. Kjo është një përpjekje dhe ai është midis kaosit mendor, debateve, dhe është në një luftë të brendshme që ka pasur me veten ose midis jush, dhe tregon se ai ka qenë i trazuar. A ka reflektuar mbi këtë konfuzion, mbi ai është, sepse këtu tregon gjak nxehtësi e sipër, ai person ka bërë konflikte me veten e vet, që nuk e ka çuar asgjë kundi. Dhe këtu kemi 6 e monedhës, që më tregon pikërisht letra e ngatresës, që në fillim pamë që ai person këtu merr vendimin e duhur, pas gjithë asaj lufte me mendjen e tij, okay? Pas gjithë asaj tranzimit që ka qenë, dhe këtu 6 e monedhave është letra që do vi bujaria, do vi ekuilibri i diskutimit, dhe shikoj që do shkëmbeni drejt për së drejti me njëri tjetrin një bisedë apo diçka më shumë. A ka reflektuar për të kuptuar mjaft për këtë situatë? Po. Këtu themi që mjaft me zënka. Ne nuk jemi në konkurrencë as për kokëforci të 5 shkopinjve. Tani është dëshira për të ardhur drejt jush ky person, të sqaroheni, sepse kjo është një energji e butë, me pjekur. Dëshironi apo dëshironi, sepse këtu shikoj që ai kërkon që ti t'i afrosh mbështetje dhe të jesh e pranishme dhe të krijosh një marrëdhënie të fortë, të barabartë, por duhet jeni të dy që ta doni këtë gjë, sepse 6 e monedhës, zemra ime tregon që këtu duhet të keni të dy paqen për të ecur përpara. Dhe nga dëshira për të kaluar në paqe, sepse këtu shikojmë 5 e shkopinjve tregon kaos, tregon zënka, tregon diskutime të ashpra, por duhet të sqarojnë këto që të bindet egoizmi atij personi, sepse është shënjëzjarri ai person. Me 5 e shkopinjve, ai person është shënjëzjarri. Okej? Por 6 e monedhës më tregon që ka mënyrë që juve të ulni luftën dhe të tregoni paqen me njëri tjetrin dhe të sqaroni me njëri tjetrin. Kurse përfundimi i këtij parashikimi, do të thosha që e diela për ju do jetë një e diel nga ana e tij, do marrim, do jetë një diel që ka kaluar një javë ose disa javë. Unë do marr disa ditë më saktë këtu, sepse në bazë të parashikimit shikojmë që keni mbi 6 ditë që nuk flisni. 5 me 6 ditë tregon këtu, okay? Dhe tregon nga ana e tij, sepse kemi 5 e shkopinjve. Është një realizim i plot i vlerës. Dhe kjo tregon që ti ke ndërtuar diçka me 9 shkopinj me atë person, dhe ky duhet të reflektoj me 5 e shkopinjve, sepse e ka të ndezur dëshirën për pasion tek jush. Dhe kalorsi i shpatës, si ishte këtu lart, tregon që sepse ai person është pak kokfort këtë moment, dhe tregon që ka qëllime të pastra, nuk është njëri i keq, por nga ana tjetër e shikoj që duhet me 6 e monedhës të shkëmbej për respekt të atij muhabeti ose të asaj lidhje ose të asaj dashurie që keni pasur me njëri tjetrin, të tregoj dhe të plotësoj 9 e monedhës. Okej? 9 e monedhës, ta plotësoj 9 e monedhës, sepse kjo tregon një lëvizje shumë të fortë nga ana juaj. Dhe ju jeni shumë të vrutshëm tek ai person për të sqaruar këto gjëra, sepse keni një kombinim shumë të drejtë për drejtë në mënyrën e komunikimit me njëri tjetrin. Uroj që këto lajme të mira dhe kalorsi i shpatës me mesazhet e tij të rrufeshme të sqarojë dhe të mbyllet me sukses kjo situatë, sepse kjo situatë sjell një paqe dhe një rifillim të ri për të gjithë, sepse ishte letra e botës.
Me dy fjalë, rikthimi nuk është thjesht një mundësi, por është një proces që është një lëvizje drejt për drejt. A ka reflektuar ai person? Po, ka reflektuar dhe do gjej një